Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët në programin Studio Hapur, unë jam Eni Vasili. Programi Studio Hapur ka vendosur sot të trajtojë një nga çështjet më të rëndësishme të vetëdijes kombëtare, të identitetit kombëtar dhe të ndërgjegjes kombëtare. Dosjet e ish sigurimit të shtetit, denoncimet, raportimet, spionimet, akuzat që shqiptarët i kanë bërë njëri tjetrit, herë për detyrë, herë për zell. Një zell që sot për ne që sidomos nuk e kemi jetuar regjimin është tërësisht i pashpjegueshëm dhe i pakuptueshëm. Një nga shtysat për të zgjedhur pikërisht për të trajtuar këtë temë nderuar teleshikues është jo vetëm fakti që tashmë ka kaluar ligji i ri i dosjeve dhe janë gati procedurat dhe hallkat për ta bërë atë të zbatueshëm. Janë duke u miratuar, duke kaluar në parlament anëtarët e komisionit e tjerë, por edhe për një fakt tjetër shumë të rëndësishëm dhe shumë interesant, të cilin do t'ua tregoj tani. Bëhet fjalë për një botim të studiuesit Kaloçi të 31 dokumenteve të papublikuara më parë për publikun. Janë 31 dokumente që faktojnë ato që thash më lart, denoncime, raportime që shqiptarët i kanë bërë njëri tjetrit, por në mënyrë të veçantë të 31 dokumente tregojnë se si shkrimtarët e Shqipërisë kanë denoncuar apo raportuar njëri tjetrin. Siç thash, edhe një herë janë dokumente që publikohen për herë të parë, kanë vulën e dosjeve sekrete të pa publikuar më parë, të pa shqyrtuar më parë për publikun e gjerë, janë ruajtur në Arkivin Qendror të Shtetit dhe janë pjesë e arkivit të Komitetit Qendror të Kohës, Komiteti Qendror të Partisë Punës. Çfarë janë këto dokumente saktësisht dhe po citoj në këtë moment autorin Kaloçi? Janë proces verbale, janë analiza, kritika, dëshmi, raporte, relacione, akuza e denoncime që shkrimtarët i kanë bërë njëri tjetrit në një periudhë kohore nga viti 1962 deri në vitin 1982. Janë proces verbale, për shembull, të lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve, mbledhjeve të ndryshme, janë dokumente zyrtare, teksoj edhe një herë, kërkesa, spionime të personave të veçantë dhe autori Kaloçi ka vendosur t'i botojë ato pas një retush, pas një censurë, autentike, duke mos fshehur asnjë emër, pa iniciale, me emra të vërtet. Shumica e dokumenteve rezulton me firmën e Enver Hoxhës, pra si të shqyrtuara për ti, sigurisht më parë kanë kaluar në filtrin e agjencive të shërbimit sekret, në filtrin e Ministrisë së Brendshme. Në fakt, Kaloçi e ka titulluar botimin e tij, botimin e këtyre 31 dokumenteve, me titullin Kadare i denoncuar. Pse kjo? Sepse pikërisht shkrimtari Ismail Kadare në këto 31 dokumente rezulton si shkrimtari më i denoncuar nga ish kolegët e tij. Por, çfarë mendon vet Kadare për këtë çështje? Çfarë mendon ai për këto 31 dokumente të pabotuara më parë? Çfarë mendon ai për ish kolegët që sot i lexon në këto dokumente të papublikuara si ish denoncuesit e tij? A ka qenë ai në dijeni se ka qenë i spionuar dhe i raportuar prej tyre? Si ndjehet sot kur i lexon këto emra? Ndoshta disa prej tyre i ka patur edhe miq. Çfarë sipas tij duhet të bëjnë këta shkrimtarë, të cilët sot i shohim në këto letra, ndoshta emra të tjerë nesër kur të fillojë procesi i hapjes së dosjeve, do t'i gjejmë në dokumentacione të tjera. Cili është roli që duhet të kenë shoqëria, apo si duhet sillet shoqëria prej tyre? Në vazhdim do të ndjekim një intervistë ekskluzive që Ismail Kadare ka dhënë për programin Studio Hapur dhe e falenderoj në mënyrë të veçantë. Pasi siç thash, tema është shumë delikate dhe tema shumë e ndjeshme, por mbi të gjitha është shumë e rëndësishme. E përsëris për identitetin ton kombëtar. Ndjekim intervistën ekskluzive të Ismail Kadares, më pas do të rikthehemi në studio, një debat rreth këtyre çështjeve me Spartak Ngjelën, Nevila Nikan, Afrim Krasniqin dhe Henry Çilin. Ndjekim intervistën ekskluzive të shkrimtarit Ismail Kadare.
Zoti Kadare, është botuar së fundmi një libër i cili përmban denoncimet, raportimet që vetë shkrimtarët i kanë bërë njëri tjetrit në kohën e diktaturës. Libri në fakt titullohet Kadare i denoncuar, sepse ju jeni ndër personazhet kryesor në mos shkrimtari më i denoncuar nga ish-kolegët. Së pari, çfarë mendoni për këtë botim dhe si ndjeni për këto raportime që lexoni tani? Ky botim i zotit Kaloqi është shumë i rëndësishëm. Jashtëzakonisht i rëndësishëm. Unë kam vite dhe unë, jo vetëm unë, por dhe të tjerë që shtrojnë të hapet e vërteta për e arkivave të fshehta, sepse çdo diktaturë kur bie në prag të rënies, sidomos ka një merak të madh, një hall të madh të fshehë krimet e saj. Ky është një obsesion, një fiksim i saj, të fshehë krimet, mos lë gjurmë. Edhe Hitleri, që ishte arroganti më i madh në histori, ishte shumë i kujdesshëm që mos linte gjurmë të shkruara me emrin e tij për urdhra ku ka krime. Ka që ajo një demokraci kur vjen, mendimi i saj i parë duhet jetë e kundërta, t'i hapi sa më shpejt arkivat, të zbuloj krimet që kjo diktaturë ja kishte anktin kryesor për t'i fshehur. Kjo ka vonuar në Shqipëri për fat keq. Mendimi ishte i njohur, të gjithë e thonë dhe nuk bëhet pothuajse asgjë ende. Prandaj ky libër, si nismëtar i këtij procesi, mund të merret nismëtar, është ende i paplot, po aq sa është, sepse ka një pjesë të madhe të ende të pazbuluara, është një rëndësie të klasit të parë. A është letërsia e rëndësishme ose a është treguese e një tiranie apo letërsia është gjithmonë e rëndësishme, por rëndësia e saj nuk varet nga regjimi. Pesha e saj, rëndësia e saj, niveli i saj, i lartë ose i ulët, nuk varet nga regjimi ku ajo krijohet. Ky është një fat, kjo mund të duket një e çuditshme, një paradoks, si ishte mundur, por letërsia kështu është, ligji i saj i parë është shpërfillse ndaj tiranisë ose demokracisë. Aq sa mund të jetë, po është shpërfillse në thelbin e saj, sepse në fundit 2000 vjeçar letërsi botërore, shumica e saj është krijuar në regjime tiranike. Dhe nuk do të kishim këtë plejad gjenish në botë, që mezi arrihet sot, nuk arrihet, sepse do të demokratizohet bota, ose mund të demokratizohet, është duke u demokratizuar. As pak, letërsia. Kjo pra është fati i saj, duket fati keq, po është fati mirë i saj, që ajo është shpërfillse. Shpesh bëhet ky gjykim bardhëzi. Realizëm, socializëm, komunizëm, s'ka asnjë vlerë, ka vdekur, është e vdekur. Nuk është e drejtë, s'është kështu. S'ka qenë ashtu. Dhe ky libër çfarë tregon? Në radhë parë ky libër tregon një ankth midis, një acarim, një ankth, një pagjumësi të ndërsjellët midis regjimit dhe letërsisë. I gjithë është libër denoncimesh, raportesh të fshehta, përgjimesh. Pra, diktatura rinte pa gjumë për shkak të një pjesë të shkrimtarëve dhe një pjesë të shkrimtarëve rinin pa gjumë për shkak të diktaturës. Me dy fjalë mund të përmbledhet. Po këtë situatë të shëmtuar, ta quajmë sot, raportimesh, denoncimesh të kolegëve, miqve me njëri tjetrin, kush ishte katalizatori? Ishte ideologjia apo ishte zelli i këtyre shkrimtarëve? Tu në çdo rast përgjimi, qoftë në regjimin komunist, qoftë se përgjimet kanë ekzistuar në shumë regjime, shumicën e regjimeve, sidomos shkrimtarët e shquar janë të përgjuar zakonisht, të përgjuar. Është fati i tyre, thash i mirë ose i keq, janë të përgjuar. Kjo është i ka të dyja. Një pjesë është shteti me të gjithë mekanizmat e tij, çka ky libër i tregon fare mirë një pjesë të tyre, nga më të larta, një pjesë e dokumentave do të shikoni është të dërgohet, të njoftohet shoku Enver. Përgjigje u pa nga shoku Enver. Më shumë se gjysma janë parë nga Enver Hoxha vet. Pra nuk janë kaq të pafajshme, si thua, janë ca organizma që i bënin. Jo, i bënte thelbi, kreu i regjimit komunist. Kupola i drejtonte, i bënte dhe i kërkonte. Me në krye të famkeqin instituti marksizëm-leninizmit, që drejtohej, ju e dini, nga gruaja Enver Hoxhës. Tashti, këta disa shkrimtar i bënin të rënë në Grack, të rekrutuar, që në rini ose më vonë, për detyrë. Të tjerët, për këtu është specifika e letërsisë, që mediokriteti bëhet aleat i çdo diktature në letërsi, për shkak të një arsye tepër banale, vulgare, mende duket e padenjtë të përmendim midis nesh, midis meje dhe jush, çmira njerëzore. Te artistët, jo vetëm te shkrimtarët, artistët, muzikantët, piktorët, vallëtarët, këngëtarët, është shumë e zhvilluar çmira për fat të keq. Sikurse
në shumë gjëra ishte zhvilluar, në shumë sfera të jetës, edhe kështu që kishin të dyja, ata që kishin për detyrë, ata që ishin të zellshëm. Dhe këta të zellshmit, fatkeqësia mos hapjes së arkia dosja, ishte se të zellshmit që erdhën nga diktatura, vazhdojnë të jetë të zellshëm për keq ende më tani. Këta janë shumë të motivuar. E ndjen vetëm se s'po pësojnë asgjë, kanë një solidaritet sëmur me njëri tjetrin. Në fakt, është normale që pikërisht ta shkrimtarit që quajmë që kanë përbërë elitën e kombeve të vazhdojnë të jetojnë sikur s'ka ndodhur asgjë, sikur ky realitet nuk ka ekzistuar. Para këta s'janë elitë e kombit, këta janë shkrimtarë. Quheshin. Ju duke se ishin, po mund të ishin një pjesë e tyre, por nuk është normale. Letërsia ka një moral të saj që ka një vijë të kuqe që nuk ka përsehet. Shkrimtarit i falen veprat e dobta, veprat edhe të papërgjeshme, se ka që ka pas, ka qenë i ngushtë në atë kohë, aq kuptonte, ai dinte, por nuk i falet akti çnjerëzor i denoncimit me fjalë vulgare i spionimit. Këtu nuk ka më asnjë justifikim. Nuk ka më. Prandaj të tillë shkrimtarësh dhe për fat këta nuk janë të shumtë. Se ndonjëherë kujtohet sikur po gjuna po na vën dëm shkrimtarët, po t'u dalin emrat, kush ka. Jo, të jeni të sigurt shkrimtarët, denoncues, spionë këta janë pjesë e madhe të rëndomt, mediokër. Rrallë nuk gjen kur shkrimtar të vërtet të shquar, serioz, me peshë që të bëjnë si po shërsisht. Është një teori komuniste e shpikur nga Lenini, i cili urrente shkrimtarët e shquar veçanërisht, pavarësisht aureolës që ka ende Lenini në të majtën botërore sot, shquej për urrëtitjen ndaj shkrimtarëve. Teoria ishte kjo, doktrina, që shkrimtarët e shquar janë njerëz të ligjit zakonisht. Kjo i vinte shumë për leverdi, edhe regjimit së mos në Shqipëri, dhe u hap shumë që në mënyrë që të përballohej fama, nami, njohje e shkrimtarëve më të mirë. Se ata janë gjithmonë rreziku. Karakteristike letërsisë është historia e saj, është historia e majave. Nuk ka asnjë sferë tjetër në shoqëri ku historinë ta bëjnë pjesët më pozitive, më të larta të një fenomeni. Është letërsia dhe artet. Nuk ka. Në të tjera thuhet gjithmonë, për shembull, letërsia nuk bëhet që si ai prodhimi që sa i bie një banorit sa ashtu. Jo, letërsia është e kundërta. S'ka nevojë të ketë ajo vetëm me majat e saj i ushqen të gjithë. Nuk është që Ideja është e qartë. Në fakt ky libër denoncimet, raportimet, edhe pse libri titullohet Kadare denoncuar, flet për denoncimet për gjithë shkrimtarët denoncuar. Pavarësisht se ka emrin tim dhe duket sikur unë flas këtu dhe se jo, është për të gjithë, aty ka qindra emra. Po në fakt ju jeni ndër më të denoncuarit. Ju si ndjeheni për këtë fakt? Unë pothuajse e di. Këtu janë dokumentat, këtu janë emrat, këtu janë raportimet. Çdo shkrimtar, jo vetëm unë, çdo shkrimtar që përgjohet e ndjen, e di, e kupton. Është me mbindjesia, asaj që thonë, intuit që me një fjalë të huaj, mbindjesia e ti, ja jep këtë sinjal që ti përgjohesh. Edhe është normale. Nuk është në një të merë i madh siç e bëjnë. Ti mësohesh me këtë gjë, ti vaksinohesh. Unë kam thënë një herë kur më tha, për shembull, një rast, një shkrimtar i ri, Bashkim Shehu, biri kryeministrit, ishte djalë shumë i mirë, dhe e ndjeu për detyrë të më thoshte në 80-ën, fillim që Ismail kin që kujdes se i madh, dhe jo vetëm i madh, po ka një mendim se ti mund të jesh dhe pak si agenti përgjithësisë, është një akuzë shumë e madhe. Mirë, po kjo akuzë për shkak mua e kam thënë një herë, më bëri mirë në një se kaluan ca javët e para kur më paralizoi në një farë mënyre, sigurisht. Por ama thash, unë po jeto kam edhe me këtë akuzë ka i të madhe. Kështu më dukesh një gjë, por ato të tjerat jo kanë ndikime dekadente, jo kështu, jo modernizëm, ato më dukesh. Unë po jeto kam edhe me këtë akuzë që kur më thot djali i kryeministrit, që shiko, kujdes, i mat bashkë me të tjerë mendojnë kështu. Edhe guzimi ti e ka deklaruar hapur këtë gjë. Çfarë mendoni për këto emra që kanë dalë si kolekt të denoncuar? Keqja e tyre. Çfarë duhet bëhet? Çfarë duhet bëhet? Këta duhet të rrihen. Ky profil në shoqëri. Çfarë duhet? Është pyetje shumë e mirë. Këta nuk po kërkojnë unë gjithë këtë diskurs ose në këtë proces nuk është punë revanshi, nuk është punë, po këta duhet të tërhiqeshin prej kohë letërsi. Të mos guxojnë më të fusin hundet në letërsi, me thënë drejtën. Ke qenë kur ke futur shokët në burg, s'ke drejt më të fusësh hundën në letërsi, do të rriqesh.
Jo, këta na dalin, bëjnë letra të hapura, dalin në shtyp me deklarata dhe janë pajtë të diqë sa më parë. Është e çuditshme. Pse? Këta kanë një solidaritet të smur me njëri tjetrin, mbrojnë njëri tjetrin. Ish shefat e tyre ju dërgojnë sinjale her pas here. Shiko se po flet kështu, po ama ato ti di unë 3 letra e 5 denonsime këtu, sepse kjo është mos hapi arkivave. Këta duhet më janojsh dhe nuk humbet asgjë letësirë shqipe, sepse i thash, po kthehem te ideja që mos po na humbin vend dëmca gjenira. Jo, të jeni sigurt, nuk ka as gjeni, as talente, as gjë, janë të një pjesë e parëndësishme. Këta vetëm ngatrojnë punë dhe asgjë tjetër. Vetëm krijojnë një ligështim moral të përgjithshëm. Këta duhet të tërhiqen vetë. Nuk e di sa keni ndikur debatin rreth ligjit të ri të dosjeve, ka patur një përpjekje të re për të formuluar një ligj që tashmë ka kaluar në parlament për hapjen e dosjeve. Çfarë mendoni për këtë ligj? A është ezaurues ai sipas jush? Dhe a do të hapen realisht në një Nuk e njoh mirë ligjin, di që ka një diskutim pak të çuditshëm të njerëzve që thonë nuk hapen dosjet dot se janë të prishura, të zbuluara, të demaskuara e tjera. Kjo mund të jetë e vërtet, po hapja është gjithmonë ka diçka pozitive të jashtëzakonshme. Dhe kjo është një mënyrë për të krijuar psikozën që të mos hapen. Pastaj të tjerë, ata që bërtasin më shumë për hapjen e dosjeve kanë vetë dosje. Këta janë marzira. Po mirë, shumë bukur. Kur të dalin, le të dalin të gjithë. Prandaj hapja e dosjeve është një proces i ndërgjegjes. Letësia lidhet me ndërgjegjen njerëzore, me zbulimin e vrasjes saj, e brerjes ndërgjegjes. Po kjo është akt numër 1 që duhet bërë për një regjim. Jemi vonë, sido që tjetë, kjo ka vetëm gjë pozitive, nuk ka asgjë negative. Si çdo gjë, mund të ketë imtësi negative në një herë. Përpjekje ka patur që nga Komisioni Bezhani në këto 25 vjet. Mendoni që kjo është përpjekje e duhur tani? Kinse përpjekje, një pjesë e këto që përmendet ju, unë e kam parë me habi disa herë dhe atë librin e Bezhanit, po nuk më duket është sa seriozisht unë s'di të them drejtës. Nuk jam dhe një specialist të kuptoj seriozitetin ose jo të veprimeve qeveritare, por ky është një proces. Ka në të ligjë për shembull më falni kufizime. Kjo periudhë po, ajo periudhë jo, kjo kategori po, kjo kategori jo. Sikurse në drejtësi kushtetuta jonë për fat keq që është me sa duket ka shumë të mëdha, unë se di se kam studiuar ndonjëherë. Ajo është ato të famshme të përjashtime. Dhe në një përjashtim mund të jetë kriminal disa herë. Me përjashtim të, atje fshihet krimi. Edhe këtë ka, për shembull kam dëgjuar do jetë thotë përjashtohen të huajt. Është gabim. Në letërsi dhe arte, denonciatorët e huaj janë po aq zuzar se denonciatorët shqiptar. Nuk e mbron atë pse është gjerman ose italian ose francez. Ata kanë qenë spion të diktaturës shqiptare, një pjesë e tyre. Nuk dua të hedh dyshim se një pjesë kanë qenë të ndershëm, kanë punuar për njohjen, po një pjesë duhet të hapen dhe ato raportimet e tyre, se kanë qenë jashtëzakonisht të rrezikshme, se mos për botën e huaj. Si e shpjegoni përjashtimin? Këtë përjashtim? E shpjegoj se nga përjashtimi do të dalin me kë kishin lidhje ata, dhe ata që vetë ndoshta hiqen sikur s'kan qenë, ashtu, ata nëpërmjet tyre bënin denoncimet. Është shumë dinake e gjithë kjo, shumë e hidhur, shumë e trishtueshme. Edhe unë që po flas tash me ju, kam në qenien time një trishtim që po merrem me këtë bisedë. Duhet të them vetëm një gjë, është shumë e rëndësishme hapja e arkivave. Kjo lidhet me problemin numër 1 të kombit shqiptar sot. Cili është problemi numër 1? Ne ndonjëherë ngatrohemi, edhe mendja shqiptare nuk është mendimi shqiptar aq i zhvilluar sa të dalin nga gjendjet e vështira të mbetet i qartë. Problemi global i historisë shqiptare është ky, i përmbledhur sot në vitin 2015, 600 vjet nga fillimi i konfliktit në Otoman, ku fillon historia moderne e Shqipërisë. Thelbi është një akt një dramë me disa akte. Akti i parë fatal është shkëputja nga Evropa. Akti i dytë është një pauzë lirie në kohën e mbretërimit të Zogut, që pas 5 shekujsh Shqipëria u duk se doli nga, po afrohet me Evropën. Akti i tretë fatkeq është gjysmë shekulli komunist që u ripërtërit shkëputja nga Evropa, përsëri. Domethënë, komunizmi e urrente Evropën, po aq sa otomanët, s'kishte asnjë ndryshim, ndoshta çik më tepër. Akti i tretë i fundit, akti i katërt ose i fundit ose quajeni si doni, është ky që jetojmë tash, që kemi ne në dorë, që Shqipëria po rikthehet. Pra është një dramë që ka një fillim dhe një fund, krejt logjik.
në makabritetin e tij. Dhe kjo hapje është e detyrueshme. Ndaj thuhet shpesh nga këshillat evropiane, reformoni drejtësinë, bëni këtë. Kjo lidhet me drejtësinë, me moralin e një vendi, me moralin historik, me moralin e sotëm, me të gjitha, dhe pa këtë ne nuk ecim dot, pa këtë. Prandaj duhet ta përgëzoj edhe një herë zotërinë dhe këtë libër. Ky libër duhet të jetë model tani të ndiqet nga të tjerë, se ka shumë të tjera gjëra pa u zbuluar. Në këtë dramën e kombit shqiptar që ju thoni në 600 vjetë të distancës me Europën, cili ka qenë roli letërsisë? Pikërisht këtu është një nga të vërtetat e mëdha të letërsisë shqipe që për fat keq nuk vihet në dukje. Ndërsa shteti shqiptar, kombi shqiptar, populli shqiptar, shoqëria shqiptare u shkëputën vërtet nga Evropa. Letërsia është ndër të rallat që mbajti lidhjet me ta. Në Ballkan është vështirë të gjesh një tjetër letërsi që të ketë kaq lidhje dhe kujtime të latinicitetit europian, siç ka letërsia shqipe. Ne kemi një plejad shkrimtarësh, me në krye Pjetër Budin, Pjetër Bogdanin edhe të tjerë, të cilët konsideroheshin në kohën e tyre kur botonin libra, jashtë më tepër se në Shqipëri ndaloi botimi, që ishin të nivelit evropian, me kuptimin e vërtet të fjalës të nivelit evropian. Dhe kjo nuk vihet në dukje për fat të keq. Si thua, psikoza otomane dhe psikoza komuniste sundojnë ende me këtë mendim kundër Evropës. Pse e them unë, letësia greke duhet ta kishte këtë më shumë se ne, por ajo ja realizoi ndryshe. Nëpërmjet antikitetit grek, ajo u thith prej Romës. Por direkt me Romën ajo kishte lidhje me Bizantin më tepër, s'kishte më pas u pren. Vendet e tjera slave në Ballkan s'kishin lidhje kishin shumë të dobët lidhje me lidhjet e mëvonshme të kroatëve dhe slovenëve të tjera. Prandaj ne letësia shqipe në këtë kohë kaq të vështirë ka një plejad po e përsëris shkrimtarësh madhështorë që ne nuk po i studiojmë ende sot kaq mirë. Në periudhën e komunizmit është përsërit e njëjta gjë. Në periudhën më të zezë të komunizmit, ne te Korea e Veriut kishim komunizmin makabër, më tash. Për çudi letësia jonë ripërtëriti lidhjet me Evropën. As kjo nuk po studiohet. Ky libër e nxjerr nëpërmes spionimeve diçka këtë, që thoshin pse lejohen shkrimtarët, ju lejohet në një udhëtim në Europë ose kështu që me vrap, me një gjë. Por lidhjet me Evropën i përtëriti letësia shqipe. S'kishte botime, domethënë ishte vështirë të gjesh rrallë gjendeshin këto vende që shkrimtarët botonin në perëndim, siç filloi tek ne në vitet 70 që për një habi, një paradoks, një përjashtim që thuhet, pa pritur filloi të bë njohur. Dhe prandaj letërsia, si thua, është vërtet ajo ideja se si ajo ndahet nga historia e një kombi. Në këtë rast kemi dy shembuj konkret, dhe është në nderën e letërsisë shqipe që në klubin evropian arriti të futet mund midis komunizmit. Zoti Kadare, faleminderit për intervistën. Kjo ishte intervista ekskluzive dhënë për Studion e Hapur nga shkrimtari Ismail Kadare, gjej rastin e njerë ta falenderoj publikisht që zgjodhi pikërisht programin tonë për të dhënë këtë rrëfim të tij ekskluziv rreth këtij botimi, rreth këtyre dokumenteve, 31 dokumenteve, ku ai rezulton edhe shkrimtari më i denoncuar nga ish kolegët e tij, po do të vazhdojmë të flasim për këtë çështje, siç ju thash, kemi një panel shumë të nderuar, ju a prezantoj edhe një herë, me mua është Spartak Ngjela, avokat Ngjela, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua. Në Vilanika, historiane, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua. Henry Çili, opinionist, mirë se erdhe zoti Çili. Afrim Krasniqi, gjithashtu opinionist, kolumnist i medias shqiptare, faleminderit edhe një herë që jeni me mua. Do të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe fillojmë të flasim. Çfarë janë këto dokumenta? Çfarë përfaqësojnë? A duket sikur ja kanë paraprirë në një farë mënyre hapjes së dosjeve, kur gjithçka, gjithë procesi të fillojë realisht? A duhet kemi prodhime të tjera? Sa të besueshme janë këto dokumenta? Çfarë na tregojnë? Me njerë pas hapësirës publicitare.
Rikthehemi në studion e hapur, nderuar teleshikues. Debati ka filluar disi, do doja ta filloja me ju, zot Ngjela. Dëgjuam bashkë të intervistë rrëfim ekskluziv të Kadares rreth këtyre 31 dokumenteve të papublikuara. Unë thash në hyrjen time për ne të një kohe që nuk e kemi jetuar drejt për drejt regjimin, është pak e pashpjegueshme një lloj zelli i shkrimtarëve apo edhe i gjithë shqiptarëve në këtë denoncim të njëri tjetrit që kanë bërë në atë kohë. Këto dokumenta për juve, çfarë përfaqëson këto 31 dokumenta pas zbuluara më parë nga Kaloçi? Botuar nga Kaloçi, një botim i presit. Po nuk ma mundet të kenë qenë sekret, apo jo, nuk kanë qenë sekret, aty kanë qenë. Po tani ju kujtuan këtë ventimarin, aty kanë qenë ato. Çështja është që, problemi është që nuk ka rëndësi se kur kanë dalë në skenë, mendimi im është që kjo ndihej, se ne kemi qenë bashkohës, ndihej që Ismail Kadareja ishte njeri në përndjekur. Pavarësisht që këta thoni për këvelur. Sepse ishte në konflikt talenti me regjimin. Nuk që Ismaili, si Ismail. Talenti ti, shkrimtari i niveleve të lartë, natyrisht ishte kundërshtar i regjimit. Indirekt kundërshtar i regjimit. Cila është prova që ai nuk qe me regjimin? Nuk shkroi asnjë vepër zhdanoviste. Dhe kishte gjithë jetën e vet ka pas, sidomos sa më shkonin kohë dhe më tepër, ka krijuar universin e tij këtu. Kishte botën e vet të shkrimtarëve. Ata që janë denoncues. Që ishin pro-perëndimor, që kishin frym perëndimore. Tani të jemi realist, duhet të pranojmë që ishte Ismail Kadareja ishte atëhere përçuesi kryesori i Oksidentit në Shqipëri. Në të gjithë aspektin e vetë, do të ndiqej. Nuk diskutoj që do ndiqej. Po ka një gjë interesante që gjithë secili mund të analizojë sipas optikës së tij. Optika ime thot që regjimi e kishte frikë. Regjimin konceptohet Enver Hoxha. Jo frikë në kuptimin e pushtetit, po merak. Nuk e di si do ta kishte fatin. Unë kam zëduar me Ismailin edhe në kohën e diktaturës këtë fakt. Nuk e di se si do ta kishte fatin nëse nuk do kishte shkëlqyer në Francë. Nuk e dim se si do ta kishte, por fakti që u bë bestseller romani i tij në Francë dhe pastaj filloi një nga një të botoj, regjimi i bëri lëshim. Nuk i kishte në favor. Po ti bëjmë një analizë politike, regjimi nuk e kishte në favor. Por mendonte se do ta kishte më në disfavor në rast se do ta pengonte. Këtu tani filloi xhelozia e brendshme. Xhelozia e brendshme nuk është se ata janë me partinë dhe po shikojnë njëri që s'po përkra partinë. Pastaj në struktura nga një njerëzore, jo ideologjike. Në sferën e shkrimtarëve fillon lufta personale, konkurenca, nuk është para sakt. Konkurenca personale kërkon ndihmën e shtetit, e diktaturës. Jemi në diktaturë. Dhe diktatura ishte totalitare, do më thënë që letërsia ishte nën thundrën e diktaturës. Kontrollohej nga ajo letërsia. I vetë njeri i pa kontrolluar ishte ky. Tani ka atje një gjë interesante. Ata që godasin thonë, diku flitet që more për ky në Francë, që na duhet ne, thot njeri, se që thot Franca. Unë duam të dim, nuk e di cilë, se do përmendim emra, ne duam të dim se që thonë popujt revolucionarë për të, jo Franca. Më kuptonin tani se çfarë niveli ishte, nivel ultra mediokër edhe i lik. Ai ka rezistuar, unë mendoj që ai ka pasur një vokacion. Murgu për shembull reziston vetmisë se ka vokacion në Zotin ose Krishtin. Ky kishte vokacion letërsinë. Dhe ju kushtua letërsisë, natyrisht që ky është ndërtimi njerëzor, ju kushtua letërsisë, po ju kushtua me një specifik të veçantë, me një optik shumë të avancuar në lidhje me dashurin ndaj dheut vetë. Fakti që kanë qenë të para dhe me njerë krasniqim. Popullit të vetë. Ata, të gjithë ata që e ka akuzojnë,
Asnjëri s'kam dëgjuar të ketë ndjesinë e tij në lidhje me shqiptarët. Qartë. Fakti që janë parë këto dokumente Ky është një element që nuk e kanë vënë në dukje, por që koha, historia dhe vënë në dukje. Nuk mund t'i themi nacionalist, sepse kjo ka marrë një konotacion negativ. Është një rilindas, në funksion një neo-rilindas, në funksion të shqiptarisë. Ai edhe sot ashtu flet në një mënyrë të nivelit të lartë për popullin e vet. Ata përbuzin popullin. Para që ka lexuar. Budallëqe i këndojnë televe të elektrikut, rrugëve të reaksioneve, e kurudhave. Asnjëherë njeriu. Krasin që fakti që kanë qenë këto dokumente disa prej tyre të sigluara nga vetë Enver Hoxha, të para të shqyrtuara në shumicën e tyre nga ai, çfarë tregon? Unë fakt, në tërsi vetëm ato që janë botuar, unë i marr pak më rezerva. Do thotë që ne shkojmë drejt marketingut edhe kërkojmë dokumenta për bërë marketing. Në fakt, nëse ne do kishim gjithë arkivat për të parë gjithë sjelljen e regjimit me shkrimtarët e artistëve, sepse aty për shembull përmendet edhe një listë me 340 veta që do duhet monitorohen nga regjimi, problemi del më i madh. Por keni parasysh për çfarë regjimi bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një regjim ku kryeministri 27 vjet u shpall poliagent. Do thot kur ata shpallin numrin 2 të regjimit dhe simbolin e 2 të regjimit, që kanë ata për dënuar shkrimtarë, artistë dhe figura tjera publike. Është saktë, po themi, nuk ka dilemë që Kadarei është më i madhi dhe po themi nga shkrimtarët dhe është pak a shumë Kadarei letësia shqipe do ishte gati inekzistente në shumë element saj. Por unë nuk e marr bashkëm avokatin në këtë pikë, domethënë nuk e marr vetëm thjesht që kanë, po themi sepse kemi dy lloj bashkëpunëtorësh. Njerëz kur bëjnë letra sigurimi shtetit dhe bashkëpunojnë me policinë sekrete dhe këta janë të rrezikshëm, dhe njerëz kur diskutojmë mbledhje ose biseda kafenesh, një pjesë e tyre biseda kafenesh, kështu që nuk i marr shumë seriozisht si lëndë parë dhe nuk ja lejoj vetes që të gjykoj një njerëz për shkak të një bisede kafeneje që ka bërë në lidhje shkrimtarëve vitin 73, sepse janë gjëra krejt ndryshme, po themi. Shumica e tyre në relacione të strukturës partisë në lidhjen e shkrimtarëve. Unë dëgjova intervistën e Kadares, është saktë që kjo ndodh për shkak se nuk janë hap dosjet. Dhe jemi vetëm me që se nge bërë. Nëse do ishin hapur dosjet, nuk do keni këtë debat pas 25 vjetësh. Dhe e dyta, nëse do kishim një moralitet publik, një pjesë e këtyre njerëzve është saktë ajo çfarë tha dhe shkrimtari në intervistë, nuk do ishin sot, po themi, figura në skalon e parë të jetës publike. Po për shkak se sistemi tek ne nuk ndryshoi. Nuk pati revolucion, po ndryshoi sistemi. Pjesa e dytë ka lejtë pjesa e parë, por nuk patëm disidencë, nuk patëm grupime, nuk patëm mekanizma të tjerë. Ata janë lojtarët e demokracisë dhe ata arritën të krijojnë një sistem mbyllur ku praktikisht nuk lejuan që njerëzit me vlera të dominojnë, por gati elita e emëruar vazhdoi të jetë elita e emëruar. Thjesht ndryshoi rotacioni jetësor i moshës e tjerë. Por është themelore për të kuptuar këtë gjë. Unë nuk hyj për të bërë analizë, po themi, librave të njëjtë apo tjetër shkrimtarë. Secili shkrimtar ka libra për cilët ndjet krenar dhe ka libra për cilët nuk. Këtu janë dokumenta, fjalë flasin për dokumenta, për krimtarin. Dakor, por lidhet me atë. Ka dhe dokumenta ose botime, po themi, ose libra për cilët njeriu nuk ndjet shumë krenar, përfshi dhe shkrimtar më të njohur që ne kemi sot. Kështu që duhet analizuar në kontekstin kur ka ndodhur, moshën kur ka ndodhur, rrethana kur ka ndodhur. Shqipëria asaj periudhe ishte tillë ku, po themi, një shkrimtar me talent vije përballë një biroje politike që ishte tërësisht ignorante. Dhe kur bëhet fjalë për një ignorant në kupolën e lartë drejtues, çfarë pret nga poshtë? Por nga emrat që përmenden aty, jo gjithë, mos ta bëjmë bardëzi tani se po kthehemi edhe nëse revolucioni kunez, do thotë ata janë një sa persona që të kanë pasur fatkeqësi në jetën e tyre, në karrierën e tyre, për shkak politikës, dhe nuk i kanë shërbyer politikës. Kështu që nuk do të marrë në mënyrë kategorike për shkrimtarët dhe artistët. Për pjesën e funksionarëve nuk kam dilemë që janë spionuar, denoncuar gjithësoj, e ke fjalën dhe nuk kanë qenë ata dua ndaj fjalën spionim. Spionim do thotë kur dikush bashkëpunon me sigurimin e shtetit. Nëse dikur diskuton një mbledhje apo biseda kafenesh në lidhje shkrimtar, nuk është spionim kjo gjë, është bisedë në gjithë Shqipërinë, ministra shahin kryeministrin po tulen kafene. Nuk do thotë që po spionin kryeministrin. Është dallim i madh. Falë së ndërpres, do bëjmë një sqarim, se unë kam lexuar me vëmendje librin. Sigurimi nuk ka qenë një organizëm ignorant, ka qenë shkollë në ndjekje. Kemi realist. Jo, dhon atë. Se vinte nga një shkollë e kualifikuar. Shikoj ç'bënin. Sipas eksperiencës time dhe sipas asaj që ka qenë vërtet si shkollë. Në qoftë se unë do sigurimi të godasi Ismail Kadaren ose X-in, krijon një mbledhje shkrimtarësh që s'është sigurimi, se Ismail Kadare ishte një person që dikush e mbronte, dikush e luftonte. Kemi realist. Kështu ka qenë gjendja shqiptare. Ata donin ta varrosnin. Ka një luftë, kur të hapen do të shikoni, ka një luftë të madhe, një betejë midis sigurimit dhe Ismailit.
Do ta shikoni, do ta gjeni. Dakor, po kam përshtypjen është partia, nuk është sigurimi. Partia, sigurimi nuk ndaheshin. Shqipëria ka qenë spionazh total. Po partia natyrisht. Për mua partia, pastaj sigurimi. Po mirë, pa ata ishin të lidhur me njëri tjetrin, nuk ndaheshin, lërë që ndante ai. Tani siç bënin në libër del. Siç bënin. Vini 4-5 veta dhe bëni krijoni një kriticizëm kundër një vepre, dasma për exempel ta zën. Dhe nxirrin që gjithë që është kundër regjimit, që është kundër realizmit socialist, që është kundër fitarëve të partisë ta zën këto dhe tani ata ç'bënin? Merrin të tërë këtë dhe ja dërgonin sekretarit të Komitetit Qendror, ja dërgonin ja dërgonin Ystikapos, ja dërgonin Ramizalis, domethënë ti ja jepnin Rhoxh ata. Normal, ja ku e ke arkivise. Atje të çon ajo. Pra, është luftë kundër individit. Nuk është spionim. Spionim me bashkëpunëtorë. Çfarë spionim? Ky është denoncim. Denoncim. Dhe ata ishin denonciatorë tërë. Por sigurimi brenda është në lojë. Se po të shikosh që gjithë letrat që i dërgon atyre, janë firmosur nga ministri i brendshëm ose nga ata. Zyrtari përkatës. Domethënë, na mbledhin e të katër këto dhe ne po flasim kundër veprës së Qilit. Qili së shfare prezent, dhe pastaj i merë sigurimi këto dhe jep Komiteti Qendror i thot, kështu flasim për Ismail Kadaren, shkrimtarët. Jo unë, së shmendimi im, është me rrezikshme kjo rrugë, se sa të vej sigurimit i thot, kjo na duket dekadente, etc. Pra, po të shikosh me vëmendje. Avokat, jem dakord, një mendje jemi, por në ka i problem. Nëse dikush sot do kërkojë dokumentet për emrat veçantë të shkrimtarëve, aty me siguri do gjejmë libër tjetër për ata. Po, natyrisht. Sepse ne kemi njerëz që janë pushkatuar për fikë. Ka të lidhur me sigurimin. Sigurisht janë vetëm 31 dokumenta, po Qili. Ja pak në kontekst, meqense jam marrë me këtë libër dhe jam dhe... Ka qita marketing, pëse zgjodhi u e presja, ishte marketingu një arsye. Unë kam mendim shumë të mirë për marketingun, sepse marketingu është formë e transparencës, është demokratik, është konkurencial, nuk kam kuptim konocion negativ për marketingun. Pasu s'kam negativ, është mall. Patjetër, një libër është një mall, por është një produkt kulturor me dobi publike. Kështu që ta vendosim në kontekst, çfarë është ky libër, si erdhi dhe ndoshta po rrëfej 2-3 detaje të vogla. Më vjen gazetari, publicisti, do guxoj ta çoja deri në nivelin e studiusit, po të më lërë zysh në vila, Dashka Loçi, dhe më thotë që kam duke kërkuar në arkiv, kam rënë disa dokumenta, në fillim më shumë se 5 ose 10, të cilët ka një koherencë, kryon një linjë ose kryon një mënyrë se si sillej regjimi ndaj Ismail Kadares. Dhe shkova më tutje dhe kam gjetur 31 plus 1 që flet për Helenën, për bashkësorten e Kadares. Ishte ka qenë ndjekur edhe ajo, është në këtë listë, po. Edhe thot, ç'a do bëjmë? Edhe na kapi një ndjenjë kështu konspiracioni. Një moment fillova të reflektoj që mirë, po pse s'ishte bërë kjo më parë? Pra kemi 25 vjet dhe kemi aty këtu diçka të gjëra të shkurtuara me nëntek, po themi me pjesë ose me iniciale, si më ta themi. Edhe tash dashi do ta mbajmë si sekret tash, por do bëjmë një pakt së bashku që do të botojmë nga A në Z, cili do që qoftë ai që përmendet, cili do qoftë edhe na kapi një lloj e pa kuptim një tip konspiracioni, derisa e përfunduam dhe e botuam. Po pastaj kur jam përpjek të analizoj që pse na kapi kjo ndjesi konspiracioni, këto janë dhe dokumenta gjithsesi të hapura, pra mund të shkosh ose të paktën deri në një vit caktuar diçka kësaj natyre, sipas ligjit arkive. Sepse nuk e di çka ka ndodhur këto 25 vjet dhe nuk është bërë një punë sistemike në lidhje me një çështje si është kjo e Kadares. Mos harrojmë që është një nga temat më të debatuara tranzicionit shqiptar. 25 vjet është pafundësisht, e kam thënë ka parathënia, që më ka bërë gjithmonë përshtypje që sidomos sa herë vjen Nobeli, sa herë hapet një temë me caktuar e udhëheqjes së byros etj. Del rasti Ismailit, implikimi, akuzat kundër akuzat etj. Po të shohim një diçka që ndodh me gjuhën e dokumenteve. Në këtë pikpamje unë do e vlerësoja shumë librin dhe paktën shumë më ka interesuar për mua si botues, ndoshta edhe në planet e ardhshme kërkimore në linjën e historisë në universitetin tonë, në linjën e kujtesës, që të bëjmë një diçka fillestare, e cila ka nevojë patjetër të pasohet. Jam shumë dakord që libri të lënë ndjesinë e mangësisë, e të paplotës, por ama krijon një fizionomi. Libri nuk të çon në krahun tjetër, të themi të vërtetës, por krijon një urë për të shkuar drejt asaj. Këtu unë e shoh goxha të rëndësishëm këtë libër. Ajo që më intereson tjetër, ose po themi më vëre gjatë librit, në gjykimin tim është fakti që afrimi tha që ka dhe për shumë shkrimtarë tjerë, patjetër, edhe tjerët ishin, edhe mund të krijohet, por një case study na ilustron
mënyrën, na ilustron marrëdhënien, na ilustron. Që nga dita e botimit keni pasur konteste për emrat që janë aty nga pasardhës të personave apo ka vetë një lloj ata? ngritse të përgjithshme, unë të komplimentoj për emisionin edhe për intervistën, ka një lloj ngritse të përgjithshme, një lloj ngrirje, në sensin që unë e dalloj nga shenjat të ndryshme. Ndoshta kjo ishte ajo frika instinktive që patëm që po të kishim filluar me pjesë në përmedje. Ka një lloj tabuje, Ekzistonte një lloj tabuje, sepse thashë që dokumentet janë botuar të plota. Emrat plota, pa iniciale pas gjë. Bile edhe për një, se s'po e tregoj detajin, për një inicial që patëm ndërmend me Dashin, thash Dashi, mos të do prishim parimin, le të jetë plot. Ishte kjo frikë instinktive që na futi pak si në konspiracion për ta ditur vetëm ne të dy botimin e këtij libri derisa doli. Kishit frikë se u pengone? Një mënyrë ose një tjetër, bëhej një gjë, dikush mohoi, kush e dinte, në një farë mënyre. Fakti që kishim frikë avokat, domethënë kishim pak siklet, do të thotë që ndoshta kishte një rrezik, se ndryshe s'do e perceptonim si rrezik. E fundit jeni para se të vazhdojmë tutje. Le të vendosim gjërat dhe termat në kontekstin e duhur. Sigurisht që nuk janë dokumentet sigurimit të shtetit. Në kuptimin klasik që ne njohim të këtij termi, denoncimet që unë isha këtu, ishim Filan Dark dhe Ismaili tha kështu, por janë dokumente të sigurimit të shtetit, janë shpeshherë dega e punëve të brendshme, ministri brendshme, që ne dim atëherë që ishte pjesë e kësaj gjë. Në këtë kuptim janë të sigurimit, në këtë kuptim ka një hije sekreti ose një gjysmë sekreti ose një mënyrë. Janë të mbulosura, shumë janë mbulosura me ka një fill. Në këtë sens them që është një hyrje në një babel i cili të shohim që të dali, ne kemi vendosur që të vazhdojmë të proces dhe për organet e tjera, mbledhjet e byros politike, aparatin e komitetit qendror, nesër të shfrytëzojmë të drejtat ligjore që do njihen studiusve tek ligji i dosje, se ka një seksion dhe për qëllime studiimore duke respektuar anonimatin e emrave dhe disa gjëra të natyre. Dhe e përfundova, them që ka një diskutim të ri pas këtij libri. Mbi letra. Do ta vazhdojmë jo mbi dëshmi personale, jo mbi kujtime subjektive, që ato janë shumë të rëndësishme për historinë, po mbi janë subjektive. A do ta bëjë ndonjëherë Shqipëria vetpastrimin nga mëkatet e komunizmit, do të arrijë të distancohet, të shpyetej që kemi hedhur në Facebook, na dërgoni komentet tuaja në faqen tonë të Facebookut, Eni Vasili Studi Hapur. Zonja Nika, historiane, ish drejtoresh e arkivit, më mirë se kushdo jo njeh të lloj realiteti. Çfarë janë këto 31 dokumente? Për flas unë pas 3 kolegëve, unë që për dekada jam marrë vetëm me leximin e dokumenteve. Do thoya që libri i Zotit Kaloçi sjell një pjesës të gjitha saj që ruhet, por që neve duhet ta ndajmë. Këto nuk janë dokumentat mirëfillta, dosjet atë shu si që perceptohet nga gjithë publiku, dosjet të një organi të diktaturës të proletariatit, do thotë sigurimit të shtetit. Këto janë dokumenta, do thoja, civile, në thojza. Kolektive. Jo, civile të thash në kuptimin që janë të nënpunësve të rëndomtë, jo të atyre që merreshin direkt me përgjimin, me ndjekjen, provokimin e tyre. Sepse avokati përmendi pak më përpara një mbledhje në lidhjen e shkrimtarëve. Mbasi bëhej ajo mbledhja, dilni në kafe për të pirë. Çfarë ndodh te kafja që nuk e kanë thënë atje? Atje është ai agenti që vetë lajmëron pastaj që shkruan. Do të thotë është një makinë e tmerrshme, unë do të përdorja këtë fjalë, ndoshta edhe më keq se sa e tmerrshme, që ndryse jetën e shqiptarit ti më të thjeshtit në fund dhe deri tek mendja e ndritur apo gjenius që është Ismaili. Do të thotë, për mua, në atë që unë kam pasur fatin të lexoj, unë nuk kam shkruar libra. Gjatë gjithë jetës time të punës nuk kam bërë libra të shkruaj, të botoj. Edhe pse keni patur një lëndë të parë tjetër. E kam pasur dhe kam patur fatin ta lexoj, ndoshta janë nga njerëzit më me fat në këtë drejtim, por që jam penguar në atë që ka ende për të parë. Prandaj them unë, kjo është një pjesës, është një panoramë shumë e gjerë dhe në Universitetin Evropian është marrë kjo nisëm që të botohen. Prandaj të gjithë kanë një këshëri të lexojnë një dokument të plot. Dokumenta fragmentar, jemi mësuar në vitet e diktaturës, një paragraf po, 10 jo,
përfundimi edhe dilte e gjitha rumbullakosur. Njerëzit ka nevojë të lexojnë, por në diktaturë pjesa më e ndrydhur, më e shtypur ka qenë pjesa intelektuale, elita intelektuale. Nëse ajo e para luftës pësoi goditjen e fortë, do të thotë u eliminua fizikisht, u burgos, u internua dhe nuk pati më zë, ajo që u kryua mbas luftës, dhe do të themi që brezat e parqen me gjithmënd djemë dhe vajza të shkolluar në lindje, por gjithsesi ishte një botë e madhe për një shqiptar, një shqiptar që shkonte e studionte në Leningrad, Sankt Petersburg, në Moskë, në Varshavë, ishte dikush që kishte diçka, përgjoheshin, spionoheshin, ishte një mekanizëm i të mërshëm, një marimang, një rjet marimange që nuk dilje do të nga jo. Ideologjia apo zeli, se është shumë e rëndësishme edhe kjo për të diskutuar. Diktaturat në një vend vogël si që ishim ne, dhe jemi ende një vend i vogël, nuk jemi bëri madh, por në 800.000 banor që qem në fillim, u bëm 1 milion, 1 milion e gjysmë, 3 milion jemi tani, neve njifemi gjithë me njëri tjetrin, në kemi lidhje, se do që tjetë. E gjithë kjo makinë e të mërshme e shtypjes, do të thotë që favorizonte mediokrin, a i ishte gjithë një sipër, a i që kishte më pak talent që dalonte nga tjerë, si që është rasti i Zotit Kadare, a i duesh përgjuar më shumë se gjithë, se a i ishte frika e regjimit. Një njeri që di shumë për një regjim diktatorial, a i është personazhi më i frikshëm se mund të bëjë diçka. Duhet të pranojmë që neve nuk kemi pasur një disidencë të organizuar, e ishte krejtësisht e pamundur. Nëse unë me avokatin në kohën tonë kemi pasur një lloj disidence në mendjen tonë, kur bënim një xhiro apo visheshim pak më ndryshe se të tjerët, kjo nuk është disidencë që mund të ndryshojë regjimin. Por aq kishe mundësi të bëje. Kadareja ishte dikushi që doli mbi të tjerët. Dhe për këtë arsye, natyrisht xhelozia, ajo mlefi që mund kishte dikush, por unë do të thoja mediokriteti. Padituria, mediokriteti janë armiku kryesor. I kryesor i gjitha ati zelli, sepse letrat që ka botuar, dokumentat që ka botuar Zoti Kaloqi, unë duhet ta them tu edhe njëre, kam thënë dhe herë të tjera, arkivi aty ka qenë. Në 25 vjetë, mbas rënjes regjimit, bile nuk janë 25, po themi 23 vjetë, nga 92 e këtej, arkivi dhe arkivisti e ka në kodin deontologjik të vetin, që nëse nuk ja bën të pranishëm, nuk i transmeton ato që a i ka tjetrit, nuk është një arkivist, është thjesht një magazinier që mban çelsat e disa dep. Po pse nuk ka ndodhur? Shumë e rëndësishme, është se nuk ka ndodhur. Unë gjykoj jam pak më tolerante këtu, nuk është se është e qëllimshme. Vitet e para ne kemi patur nevoja jetike të përfytyrueshme për një europian. Nuk ishim të visheshim, të hanin, s'kishim shtëpi, nuk e kishim mendjen. Unë kam debatuar edhe me studius Gjerman, të cilët flisnin për dokumentat e Stazit. Gjermano Lindori i kishte gjitha kushtet e jetës. Donte më shumë liri, donte të bashkoj, ishin tjera probleme. Dhe u kujtuan për dokumentat e tyre. Shqiptari nuk e kishte mendjen të dokumenti. Pati shumë vite që të plotësonte këto. Mbas 25 vitesh nuk mund ta themi këtë. Mund ta themi, neve kemi thënë që në fillim, por gjithsesi jo, në fjalën jemi vonë ende, kështu thot Kadareja në jemi shumë vonë dhe ka plotësisht të drejtë, unë e dëgjova intervistën. Arsyeja e vonesës është kjo, dhe unë po ta them. Nëse neve deri në 92-shin, në drejtorinë e përgjithshme të arkivave, pranë arkivi qendror shtetëror, i cili funksiononte me të gjitha parametrat, si gjithë bota, po nuk vinte njeri, vini 1, 2, i treti do mendohet, do thoshte, po do më thot partia, pse shkon atje, e ka thënë dhe pra 19 e Enverit. Pse të vinte të lexonte para Gjishamilin, e kishte në Enveri që është i mirë, e kupton ti? Jo, flasën pas 90-s. Jo, mbas 90-s kishin këto gjëra. Erdhi ai që donte për pronat, erdhi ai që donte për të përndjekur politikën, nuk kishin mendje të studiusit. Vitet e para pati një boom, vini dhe ishin të habitur, të gjithë mendonin. Unë po të them ishin profesor në universitet, apo studius që e mbanin veten, s'kishin hyrkur në arkiv dhe thonin kush dosja ime personale. Nuk ka, ai nuk është arkiv i Ministrisë së Brendshme, ndonëse kishin paditurin. Megjithatë, ligjet, ligji për arkivat, ligji për informimin publik, ka shumë përmbrojtje, të gjitha këto bën që arkivi filloi të hapej. Zoti Kaloqi thotë dhe vetë që unë krejt rastësisht kërkova një gjë.
Edhe ajo është një institucion që do njohur dhe do kohë. Nuk është aq e lehtë sa e mendojnë njerëzit. Nuk shikoni një konspiracion që tjerë për atë institucion. Kanë qëndruar larg dosjeve për arsye ideologjike, implikimi. Për institucionet e tjera, siç është rasti i dosjeve të sigurimit të shtetit. Unë do t'ju them dhe një gjë tjetër, që i takon sferës time të ngushtë, jo si historiane, po si arkiviste. Ne patëm një periudhë paksa të gjatë në ndrimin e regjimit. Po them paksa të gjatë, nga zgjedhjet e 31 marsit, apo nga krijimi i Partisë Demokratike Republikane, dhjetor 90, janar 91, dhe derisa erdhi formimi i qeverisë 92-shit, është 15 muaj, 15-16 muaj, janë shumë për mbrojtjen e dokumenteve. Do të thotë arkivat e Ministrisë Brendshme, të ish sigurimit të shtetit, të institucioneve të tjera të rëndësishme që ne jemi duke folur, patën kohë të tërheqin, të shkatrojnë, të humbasin, të djegin, gjitha format e mundshme. Ka një periudhë të gjatë. Në 92-shin, në fund në 92-shit, Partia Socialiste vendosi të sjellë arkivin e Partisë Punës. Do të thotë ka dhe një proces të gjatë dorëzimi. Organizatat e masave, levat e partisë... Jo, është teknike që ta kuptoj publiku, sepse pse ka një vonesë të tillë. Por, realisht... Ka shumë arsye, por ka dhe njerëz që megjithmonë kanë dashur ta mbajnë në frë që thonë pastaj, unë të kam këtë edhe ti tërheq fijen atë që tha... E një pyetje është për Ngjelen, e shikoni të vullnetshme këtë distancim nga këtë lloj dokumentash, apo nga ky lloj botimi, për shembull siç ka bërë zoti Kaloçi, apo edhe ju mendoni se është procedurale, nga mungesa logjistikës? Që thanë Vila janë sakta, por do të parandojmë që është kulturë e lartë të studimit dokumentit. Është kulturë e lartë në intelekt. Domethënë është studimi i faktit historik. Shiko të them gjithë për ta kaluar, se s'ka lidhe me emisionin, po unë kisha një temë, se kam punuar në Institut të Historisë. Kisha një temë dhe më drejtonte Alex Buda. Një nga kapitullit ishte argumenti historik i ekzistencës shqiptare, Shqipërisë. E kisha në tezë, në të monografin që do bënja. Dhe se më kujtua për dosjat. Dhe vajta më duheshin firmëtarët domethënë ata të drakit të pavarësisë. Dhe ka marrë të parën dosjen, kishte dosje atje, ai kanë vajt ata, po ishte figura këta që kërkonin. Atje gjithë figurat ishin në dosje atëre, flas për vitet 70. Dhe unë mora të Merlikës, Mustafa Krujës, sepse kishte shumë konflikt për të. Mora ndrova mendimin, krejtësisht. Totalisht në ato që thueshin. Po s'mund të tani unë të mbronja me Nikën. Kuptojnë, po ja kam thënë edhe nipit vetë. Shumë vjetë për partë, lutem. Edhe tani çfarë ndodh? Ja them profesorit. Spartak tha, lejë më njanë këto, mos u merr me ato, se kjo është një tezë që ti do ta shkruash sot dhe mund ta mbarosh pas 30 vjetëve. Më thënë këto hapet arkiva. Lere këtë se të ndrojnë, pra, kja fjallën, arkiva të ndronë mendimin. Të ndronë pikpanin. Unë mendoj që është edhe niveli i dobët i historisë shqiptare, historianëve, që ne jemi në tillë. Ne s'kemi jeni... Ti shikon edhe një lloj korelacioni midis mungesës së publikimit të këtyre lloj dokumentash, qëndrimit larg arkivit dhe faktit që mbas 25 vjetësh ne nuk kemi bërë akoma katarsi, nuk kemi patur një ligj dosje që të garantonte distancimin e vërtet nga... Jo, ne për vazhduar logjikën e gjërave, në fakt unë po themi, ne s'kemi një libër që tregon se si ka qenë sistemi komunist në Shqipëri, si ka funksionuar struktura, nuk kemi asnjë libër që studion byron politike, vendimmarrjen, rregullorët e brendshme, raporti i tyre me sigurimin e shtetit dhe strukturat e tjera. Dhe ata që janë votuar kanë qenë për fushata elektorale ose në funksion politikave ditës. Dhe unë kam shumë vështirë për të bindur që ato janë dokumente origjinale dhe duhet t'i verifikoj nga dokumenti i botuar në dokumentin arkivor për bindur që nuk është hequr ose nuk është ndryshuar. Edhe po themi për t'ju kthyer pastaj ajo çfarë ju thoni. E para nuk ka pas askush interes nga ata vendimmarrësit politik në Shqipëri në 25 vjet hap dosje dhe nuk ka askush sot interes. Pse? Implikimet e drejt për drejta, çfarë? Mbajtje peng nëpërmjet dosjeve? Unë besoj është diçka, po themi, nuk është thjesht vetëm thjesht dosje, sepse një pjesë e tyre dhe kanë ndruar jetë. Ka njerëz që kanë një, po themi, nuk janë me,
por përsëri vazhdojnë, sepse Shqipëria është shoqëri e vogël, e tha me drejt profesoresha, dhe janë, po themi, njohjet familjare vazhdojnë të jetë pranë fuqi, përkatësia familjare, lidhjet personale, rrethit shoqëror etj. Ne vazhdojmë të jemi mish, po themi, vend mish, miku i kryeministrit, miku i shkryeministrit, familjet përkatëse, ata bëjnë karrierë sepse ata kanë akseset e hapura për shkak njohje personale. Dhe në këtë lloj këmbvështrimi, asnjë nga vendimarrësit nuk ka dashur. Ka dashur të përdorë një fazë caktuar politike, sidomos për njerëzit që kanë qenë me akses publik, e kanë përdorur si shantazh, por kanë përdorur sidomos dosjen e Ministrisë së Brendshme dhe sigurimi i shtetit. Por deri diku nuk kanë pasur as edhe publiku, se nëse unë ju marr 10 emra publik, që nuk dua t'i përmend, po që në emra publik, dhe që unë e di që kanë pas për arsye të punës që kanë bërë gjërave, e di që kanë probleme dhe janë edhe aty në dokumente, nuk do njëri t'i sulmojë, sepse të duket sikur kthehesh kundër gjithë botës pastaj dhe thua, ndërsa ata janë aktor publik, kanë opinion publik, kanë media, kanë pushtet, çdo unë t'i bëj kundërshtar dhe njerëzit kanë gjetur atë rahatin personale që ka qenë tipari mentalitetin në nështrimit edhe gjatë regjimit komunist. Ky është problemi kryesor. Ne fatkeqësisht jemi vetëm i vend që s'kemi pas një lloj jo disidencë nga brenda, po një prurje nga jashtë. Do thotë edhe emigrantët që erdhën nga jashtë, pas viteve 90, ajo që quhet diaspora, nuk arriti dot të ndryshojë asgjë në këtë lloj këmbvështrimi. Don kishin ngelur në konceptin e Afrim do të qëndrojnë. Do të qëndrojnë një pikë. Nuk kishin idenë se ç'bëj këtu. Ishte shumë. Ne do të drejtojmë në ndihmoti. Shikoj të them një gjë. Nuk është këtu dokumentacioni kryesor i komunizmit, mund ta kesh më shumë në Moskë se këtu. Po. Të lutem, pra. Ne nuk kemi historian. Po si kemi shfrytzuar këtë tonën, nuk e kemi bërë. Nuk ka rëndësi. Dhe këtu është, ata nuk Muhamedit i kanë ndjekur. Mund të jetë letër këmbimi me Enver Hoxhës me Khrushchevin, mund të jetë letër këmbimi me Partinë Komuniste. Që ta shikosh që është njëri që kthen, mund të jetë, nuk e di është ekziston apo s'ekziston letër këmbimi i Enver Hoxhës me Titon. Ne nuk e dim. Jo, me Titon. Ne nuk i dim. Por në arkivat e tyre i ketë gjitha. Pse? Shikoj se t'ju them një gjë, neve kemi vuajtur si historinë tonë. Historia tonë ka qenë në Venetik. Ande e kemi marrë, lutem. Ande e kemi marrë dokumentacionin. Pra, ne nuk kemi krijuar një shtesë historianësh që të na të bëjë historinë e Shqipërisë në kuptimin universal të saj. Pastaj të vim te historia e komunizmit, e cila është shumë e dhimbshme, ashtu si tani Vila. Ajo është një llaktar, një spionazh total. Rikthehemi disi te boshti. Katarina thotë të njerëz, këta shkrimtarë që denoncojnë nuk kanë më vend në shoqëri në kuptimin duhet distancohen nga letërsia, në këtë kuptim, nuk duhet bërë me letërsi. Ç'është për të diskutuar te kjo. Për një peshë morale të atyre pjesëmarrësve në mekanizmin e diktaturës sipas niveleve. Unë më intereson edhe një herë kjo eni që pse s'ka ndodhur deri tani. Mund të jenë të gjitha shpjegimet bashkë ose asnjëra prej tyre, por unë them dhe po themi ndoshta Dash Kaloçi është si veza e Kolombit. I mori, i mblodhi, askush nuk i ndalonte, jo se s'ka kontribute, domethënë në mënyrë sporadike ka kontribute për çështje të caktuara, për çështje të ndryshme e kështu me radhë. Megjithatë unë shoh një për tema të ndjeshme, unë e konsideroj Katarina një temë të ndjeshme, e cila implikon një gamë shumë të madhe njerëzish, relacionesh e tjerë. E shikoj edhe nga reagimi, nga shikueshmëria, nga faqja në Facebook që këllon nga mesazhet. Lidhje me tema ndjeshme, ku fuzë këtë Katarina, ka pasur një lloj konspiracioni, në kuptimin që jo një pengim formal, sa sikur sot në Shqipërinë e hapur nuk e ka mundësinë ta ketë një lloj pengimi formal, por ka pasur një, përsëri dhe unë s'duhet përmend emra, ka pasur votime të mëparshme me pjesëza, me copza, me iniciale, të paplota. Është dhe një, për mua inercia, në lidhje me Katarina, inercia e diktaturës ka vazhduar dhe në post diktaturë, në sensin e kësaj që shumë shtresa, shumë grupe shoqërore, shumë grupe kulturore janë ndjerë komod nga të përmbysurit e Katares, ose të themi goditja ose asgjësimi i veprës letaret të Katares, duke ngritur këtë mitin e bashkëpunimit me diktaturën, ose edhe nuk është se kanë qenë të interesuar. Në makro, ne nuk kemi shkollë historike, është fakt, ose kemi shumë defektoze. Shteti shqiptar nuk ka gjënë. Shteti shqiptar nuk ka lufta e talentit. Ai bëri për Ismail, po të retrogon edhe gjëni, mos më mërzit. Në të gjitha sistemet është luftë kundra atishësh me goditet i talentuarit. Por problemi që ndronte këtu, problemi që ndronte ne nuk din ta trajtojmë sot. Ai ka bërë shumë mirë. Ka hapur një dritar. Këtu janë dakord që mund të gjesh për drejtorin e tjerë, po paktën për Ismailin është krijuar përshtypja që Ismaili ka qenë bashkë me Enver Hoxhën për të vendosur
çdo i bëri nga diktatura. Dini, për mua kjo është krijuar. Shiko, ajo nuk diskutohet, por për ne që jemi arab, për mua kjo është e rëndësishme për një. Israeli ka luftuar shumë kundërshtarët, jemi realistë. Dëshmit tek e kundërta. Kjo dëshmon krejtësisht këtë dokumente dëshmon krejtësisht të kundërta. Nëse ne duhet ta themi se gazetar, cili është lajmi? Edhe e kemi vendosur titullin me dashin, po Katare është i denoncuar. Ata i kanë dërguar e kanë denoncuar Kataren në vitet 90, te Nobeli, normal. E përmendi pak më përpara avokati atë pse del jashtë, sepse është dhe në libër, pse shkon vazhdimisht në Francë. T'ju tregoj një detaj dhe të kuptoni se në nivelet e larta çfarë ndodhte. Në një mbledhje të Këshillit të Ministrave të vitit 82, qershori 82, tashmë Mehmet Shehu nuk është gjallë, është kryeministër Adil Çashani, zëvendës kryeministër Manush Meftiu. Masi mbarojnë të gjitha çështjet e ditës, çfarë ka jashtë trendit të ditës? E di për çfarë diskutojnë? Shqetësimi i madh i qeverisë dhe i byros ishte se po ka shumë kërkesa nga institucionet për të dalë njerëzit jashtë. Po do të dilnin jashtë për punë, nuk se do të dilnin turista. Dhe numrojnë që në vitin 80 ishin 800 kërkesa, në vitin 81 ishin 1200 gjithë vitin, ndërsa 6 mujori i parë i 82-shit kishte shkuar shifra në 2400. Dhe ishte një hata... Dhe vajnë që Kadareja për të bërë. Po, normalisht që Kadareja ishte një ndër ata. E kuptoni se çfarë ndodhte dhe pse shikoi Kadareja si diçka që duhet sulmuar detyrimisht, sepse të tjerët është ajo zilia njerëzore, unë e kuptoj. Kadareja është fotografuar, Kadareja është filmuar, është është përgjuar është gjiruar në të gjitha mënyrat e mundshme, sepse në fundit ai çdo gjë që nxirrte nga dora, publiku për një herë shkonte e blente. Të tjerëve mund t'i ngeleshin me vite pa shitur librat. Hidheshin në karton. Nuk ishte e njëjta gjë. Vetë pastrimin e shqiptarët do kemi vullnetin dhe mekanizmat e dur, ana e ofron ligjëri i dosjeve këtë mundësi. Menjëherë pas hapësirës publicitare do diskutojmë në studio. Kur ke futur shokët në burg, s'ke drejt më të fusë që të letërsi. Do të rrigjesh. Të jeni të sigurt nuk ka as gjeni, as talente, as gjë, janë të një pjesë e parëndësishme. Këta vetëm ngatrojnë punë dhe asgjë tjetër. Vetëm krijojnë një ligështim moral të përgjithshëm. Fatkeqësia mos hapjes së arkiva dosje ishte se të zellshmit që erdhën nga diktatura vazhdojnë të jetë të zellshëm për keq ende më tani. Këta janë shumë të motivuar. E ndjen vetëm se s'po pësojnë asgjë, bëjnë letra të hapura, dalin në shtyp me deklarata dhe janë po ai të ligjë sa më parë. Çdo diktaturë kur bie në prag të rënies, sidomos ka një merak të madh, një hall të madh të fshejë krimet e saj. Ajo një demokraci kur vjen, mendimi i saj i parë duhet jetë e kundërta, t'i hapi sa më shpejt arkivat, të zbuloj krimet që kjo diktaturë e kishte anktin kryesor për t'i fshehur. Kjo është akt numër 1 që duhet bërë për një regjim. Jemi vonë, sido që tjetë, kjo ka vetëm gjë pozitive, nuk ka asgjë negative. Krasni që jemi vonë, thot Kadareja. Në fakt, nëse ne marrim buxhetin e shtetit, Shqipëria investon 0 lek për të kujtuar të kaluarën komuniste në Shqipëri dhe për të studiuar të kaluarën komuniste në Shqipëri. Dhe jemi vetëm vend në Europën lindore. Sot, aktualisht në Shqipëri, kemi vetëm një projekt që lidhet me kujtesën edhe asaj periudhe dhe ndarjen me atë periudhë që financohet nga gjermanët dhe nga OSB-ja, nga ambasada gjermane dhe OSB-ja. Se kemi institutin e të krimeve të komunizmit. Por nuk ka buxhet. Nuk ka buxhet dhe praktikisht bën një punë gati administrative për shkak të kufizimit dhe sidomos me strukturën e re nuk dihet si të zdehet. Kështu që në mënyrë automatike ne kemi hequr dorë nga studimi i kaluarës dhe jo më ta trajtojmë në aspektin e moralitetit publik. Pse ndodhi kjo? Në vitet, nëse mbani mend, në 92 parulla kryesore e palës antikomuniste ishte bashkëpunëtës dhe bashkëfajtor. Çfarë ishte ideja që nëse ne kërkojmë hapjen e dosjeve të kaluarës, në mënyrë automatike vendi mund shkojë një luftë civile ose për po themi konflikt brenda familjar dhe brenda shoqërisë. Në fakt koha tregoi që nuk ishte ashtu dhe politika i përdori aq shumë dosje sa sot nuk është më temë publike, nuk është temë që pëlqejet nga njerëzit dhe nëse ti i thua duhet hap dosjen, shoqëria thotë jemi lodhur 25 na keni lodhur me këtë temë, me këtë gjëra dhe hajde me gjërat e ditës që janë sot problematikë kryesore. Dhe kjo ka qenë deri diku strategji për ta banalizuar të kaluarën, për ta quajtur si një fatkeqësi që na ka ardhur nga larg, ndodhi u ndryshu sistemi dhe ndryshoi gjithçka.
kur ne kemi, po themi, simbolika që na lidhen me atë, ne jemi pengit kaluarës edhe sot, gjithë elita politike është pengit kaluarës. Shumica atyre janë produkte saj, metodat politike janë produkte saj, skema se si merr vendimet janë produkte saj, biznesi në fillim në Shqipëri është produktit kaluarës. Do thotë nëse ne marrim dokumentet e parë të bankave shqiptare në vitit 90-91, i gjithë sistemi kreditimit parë erdhi po nga ai sistem. Dhe gjithë struktura që ne flasim për historianë e tjerë, nëse merrni emrat më të njohur të historisë në Shqipëri, mbrojnë të njëjtit libra që kanë botuar në kaluarën, sepse mbrojnë punën e tyre, mbrojnë sistemin e martesës që ishte në atë periudhë. Ne krijuam mite dhe këto mite vazhdojmë të trashëgojmë në shoqëri dhe nuk kemi arritur dot të ballafaqohemi me pasqyrën. Dhe ky është një proces që lidhet me kulturën shoqërore dhe me kulturën e elitës tonë politike. Shqipëria nuk ka një elitë politike sot, nuk ka dhe elitë kulturore. Nëse ju hapni mediat e viteve të fundit, nuk keni debat elitar, nuk diskuton njëri për tema që diskuton Europa. Ne diskutojmë për gjëra rutinë ditës që nuk kanë asnjë sens as çështje lokale. S'kan gjëra kulturore aty, kanë gjëra mizaskena ditës që nuk kanë ndonjë vlerë të madhe, edhe po se lexova gazetën nuk prish punë. Nuk i humbën gjë të madhe. I vetmi debat që ne mbajmë mend është çështja e identitetit që u bë dhe që është debat deri diku se u përfshin dy emrat më të njohur në Shqipëri dhe në Kosovë. Po jo se ka pasur debate, po themi për çirat. Ne po flasim aktualisht edhe për çështjen e terrorizmit. Nuk ka asnjë lloj mendimi profesional, po themi nga ato që bën sot debate media italiane, media franceze, media gjermane. Sepse ne nuk kemi investuar këtë drejtime. Ne vazhdojmë të investojmë me sistemin e kaluar, domthonë shkolla është në sistemin e kaluar, struktura e mendimit është në sistemin e kaluar dhe antivlera është në sistemin e kaluar. Nëse ju merrni njerëz që kanë fituar çmime viteve të fundit në Shqipëri, dhe i shikoni punimet e tyre ose karrierën e tyre, edhe njerëz që shumicën e CV-s tyre kanë 30 librat e parë, po themi 15 kundër 15 tjerëve ose 10 libra kundër 10 tjerëve, dhe këto janë paradokse më dha. Nuk ka në vendet të tjera ish komuniste që kanë kaluar këtë fazë paradokse të tilla. Besoni te ligji i dosjeve dhe kjo është ligji i dosjeve personalisht e kam parë pozitiv në aspektin që është për sidomos për anën e studimeve, po themi e shoh veten time në aspektin e krahasimit me gjermanët, por nuk është funksional në aspektin e ndarjes reale me të kaluarën. Është nëse unë bëj kërkesë, shikoj dosjen. Por nëse ju nuk bëni kërkesë, nuk ja shikoni njëri dosje dhe vazhdoni të jeni prap drejtues. Dhe ky është paradoksi i madh i sistemit. Ne është si punë e kësaj kriminaliteti, po themi në parlament. Është gjë më paradoks, nuk na kanë ardhur nga rruga, i kemi fut deputet dhe sot bjem dakord të heqim rrallën e kaluar të kriminal nga parlamenti. Është kaq fyrje e madhe me këtë qytetar, është edhe ligji i dosjeve është i tillë. Sistemi komunist është drejtuar nga piramida e Partisë Punës. Ligji nuk e prek piramidën e Partisë Punës. Ata që i përmend aty kanë vdekur shumica, nuk jetojnë, nuk janë më jetë publike. Debati mos t'i përzim temat, mund t'i përzim, po pak a shumë për efekt metodik. Nuk është vërtet që s'ka një debat intelektual në Shqipëri, ka dhe për tema tjera. Sigurisht Shqipëria këtë fuqi intelektuale ka dhe këtë kodion në Slovenia ose Slovakia, merr vesh njëri ç'a bëhet në kulturat e vogla. Janë dominante vendet e mëdha, temat e mëdha etj. Nuk është se s'ka një debat. Ka një gjallërim debatit intelektual në Shqipëri, ka një galaktik individësh, grupesh, mjedisesh intelektuale që po avancojnë në universitete. Për cilësinë e tyre debateve po diskutohet edhe mbetet në çështë ligji i dosjeve është shumë i mirë. Është shumë i mirë sepse respekton dy elementë. Ka kaluar shumë kohë dhe problemi i ilustracionit praktikisht është i zgjidhur nga koha ose nga ecuria e kohës. Së dyti, ka një procedim lidhje me ligjet e dosjeve dhe në vendet e gjithë Evropës lindore dhe në Shqipëri ka vendimet gjykatës kushtetuese, ka vendimet Strasburgut, të cilat nuk mund të kundërshtohen. Shoqëria është interesuar për transparencë, por nuk mund t'ia heqë drejtën edhe djalit e Verogjës po të kandidojnë nesër për deputet. Edhe atij zëvendës ministrit, po që se partia e tij e zgjedh edhe merr përsipër tu ke grupe komuniste të reja që po dalin. Jo, varet pse do na përdoset çfarë kanë bërë këta njerëz, se mos bëhet gjë të shtrigash. Ligji është një nga problemet që kanë pas ligjet e dosjeve këtu që ka miratuar shpeshherë edhe partia ku ka milituar zoti Krasniqi, ka qenë që e kanë bërë aq kundër aq antimodern. E ke fjalën për partinë e shqiptar. Unë s'kam qenë asnjë këshilltar. Jo, absolutisht shqiptar. Mos më hapë çfarë po mend tani. Më vjen keq më thua kam milituar. Unë kam themeluar partinë në vitin 90.
ke merit dhe më të madhe. Kam 17 vjetë që nuk përfshim parti politike, por unë po i them, ai ligj është antikushtetues nga gjykata kushtetuese. Dhe unë pajtohem, jo ai vjetër që thua ti. Jo, kam qenë këshilltar, por kam bërë memën që është këtë po him po të bëj dhe unë. Pjesë është spekulative kjo që. Nuk thash gjë, më thash të gjë po thua ti. Po jo, dakord që po thua, po ka ndryshe. Problemi i ligjeve të mëparshme ka qenë që ishin kundër drejtave të njeriut. Kjo këtë po them. Ky nuk është njeriu. Po sepse gjysma. Ju lutem. Mos kalojmë gjëra personale se nuk të jetë kundër drejtave të njeriut pra. Po lere më Jo, është gjë tjetër më, s'ka lidhje. Ata kanë bërë me qëllim që të jetë tjetër. Dikur, po pra këtë po them unë. Pra kemi lidhje mendim. Kur kemi kundërshtimin. Ashtu kot. Ligjet nuk i kanë lejuar. Dhe çfarë bënin? Risk inspektorin e goditjes që të shpëtonin agentët e sigurimit. Pikë. Kjo është e gjitha. Risk inspektori se për agentët e sigurimit nuk thoshte njëri shkreteve njeriu. Po këta fusin me gjyqtarë, po nuk fusin sekretarët e partisë, shpëtonte Mehmet Elezin dhe veten. As futeja kantari, komitet qendror, jo kandidati. Pra, këta ishin, shikoj, ju lutem gjë. Mos u merrni me këto se janë një ndërkritete, që t'ju themi gjë. Qëndrojmë ke ligjidosjeve online. Ligjidosjet janë. Po ku janë tani atë ligjidosje? Gjithë problemi është ne nuk mund të shpëtojmë dot nga karakteri totalitar i kulturës tonë. Ne kemi kulturë totalitare. Si ka ardhë, pse ka ardhë, si është formuar, kultura jonë është totalitare. Gjithë ndërtimi aktual, po të shikosh është inerci e totalitaritetit. Pse? Totalitarizmi, pse? Sepse nuk njojmë të kundërtën, nuk kemi koshiencën e historisë, nuk kemi koshiencën e ligjit, janë gjithë të gjëra i janë defektet shoqërisë. Nuk kemi tolerancë. Të lutem. Dhe gjitha këto janë si pasojë që këtu në rëndon si saq kultura totalitare. Kudo që ke, shikon kulturë totalitare. E pruri Enver Hoxha, apo e gjeti këtu është një problem tjetër, e pruri komunizmi, apo e gjeti këtu është një çështje tjetër. Po ne dim që totalitarizmi vjen nga patriarkalizmi. Pra, ne kemi qenë një shoqëri patriarkale, kemi realist. Dhe do t'ishim shumë të hapur drejt perëndimit dhe purifikimit tonë, në rast se nuk do na kishte ndodhur një izolim aq të tmerrshëm i komunizmit. Sepse të jemi realist. Elita që gjeti komunizmi këtu ishte elit shumë e lartë dhe nuk e kemi atë elit. Atë që vrau komunizmi nuk e kemi. Ata e vëllan. U krijua një elit jo nivelit edhe atë e eliminuan. Pra problemi është që ne në këto momente nuk jemi në luksin e krijimit të një elite për të dalë nga kjo gjendje totalitare. Tani vim te purifikimi që mund të sjellë ligji. Ligji do të paktën do të japi një raport të drejtë me të vërtetën. Totalitarizm do të thotë që ti nuk pranon të vërtetën. Tani, ne raportin me të vërtetën e kemi shumë të keqe si shoqëri. Nuk e ka vetëm politika, e ka dhe shoqëria. E kemi raportin me të vërtetën e kemi shumë të keq. Në kuptimin që ta njohim dhe ta përmirësojmë. Vjen fakti historik ishte vërteta. Këta me njëherë stepen. Ajo që sjell ky libër është kjo. Ti nxorë ca të vërteta të vogla, dhe këtu krijoj një ndarje, mos janë aq më të zellshëm. Në qoftë se ne do t'i hapim të gjitha dokumentet, do dim t'i rreshtojmë, patjetër që do na sjellë një purifikim. Do na sjellë një purifikim se të paktën kur bisedojnë me Çilin, Çili e di kush jam unë. Tani ai nuk di gjë fare. Po ligji nuk i hap, ky ligj nuk i hap. Ja. Jo, i hap. Nëse unë intereson për dosën, është dallim i madh. Dosë personale. Është dallim i madh. Jo personale. Po kështu. Jo, dhe unë për tëndën. Jo. Se jo, nuk e ka vërtet. Po ka ne këtë. Jo, se ka. Nuk e drejta më. Institucion. Jo, të lutem, se jam unë jam historian, shkoj ta jap. Jo, të lutem. Bëj libër ta jap. Jo, dhe nëse antaj familjes të lutem, s'është pak më ngatruar. Është tipik ligji gjerman që merret me studimet dhe verifikimin e dosjes, po jo publikimin e të dhënave dhe është shumë i kufizuar. Unë mund merrem ose universiteti mund bëj një kërkesë për verifikimin e pedagogëve, por që ngelet brenda kuadrit. Nuk publikohet ajo. Pse? Po s'publikohet ligji. Kemi një material. Ligji nuk e prashi ka publikuar. Ligji nuk pragon Për t'ju sqaruar. Mos e konfondoni. Ligji nuk të thotë që këtë votohet mos e voto. A hyn në taksative. Zonja drejtoresh, hyn në sekretariat. Tani po flas për ligjin që është miratuar. Po ligji nuk ndalon për votimin, votimi ta ndalon ligji për sekretin. Vetëm me është këtë ligj ai që ndalon, afrin. Është verifikimi i dosjes. Unë shkoj verifikoj se kam pas dosje kundër meje dhe se njerëzit kanë deponuar kundër meje. Kjo ç'është. Kjo nuk është pak apo, kjo është shumë e mirë. Po mirë, tani unë po ju them, drejtuesit e institucioneve mund të shohin për Ka nishit e 10-a, kjo është 5-a. Unë po ju them nuk është. 2. Një studios mund të shohë gjithçka.
Po nuk do thot emrin e atit, pa tjetër, sepse është një gjë është për drejtë e njeriut. Po gjithë kush që është interesuar e që të jemi të sqaruar, kemi një material, një përmbledhje, çfarë thot ligji në 60 sekonda. Prej disa muajsh është në fuqi ligji për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Ky ligj garanton të drejtën për informim për personat për cilët ish-sigurimi i shtetit ka mbledhur të dhëna, për bashkëpunëtorët e ish-sigurimit të shtetit, të favorizuarit, rrethin e trashëgimtarëve të këtyre të fundit, institucionet, të interesuarit për qëllime hulumtuese, historike e të rivlerësimit politik dhe median. Ligji synon të garantojë transparencën, të drejtën për informim dhe mundësitë e aksesit tek informacioni, pa shkelur të drejtën kushtetuese për jetë private e duke mbajtur në konsiderat rregullat në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Përgjegjës për mbledhjen, administrimin, përpunimin, përdorimin e dokumenteve të ish-sigurimit të shtetit dhe informimin në lidhje me to, e ka autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit. Autoriteti duhet të informojë deri në 5 vite pas hyrjes në fuqi të ligjit mbi figurën e zyrtarëve, institucionet kushtetuese dhe autoritetet të tjera publike, kur kjo kërkohet prej këtyre të fundit, për vlerësimin e cilësive etike, morale e profesionale të kandidatëve për të emëruar apo promovuar në pozicione të larta të shtetit. Këtë detyrim për informim autoriteti e ka edhe për zyrtarët e zgjedhshëm, kur kjo i kërkohet prej vetë atyre. Hapja e dosjeve të ish-sigurimit të shtetit ka qenë një çështje e debatueshme për 25 vjet dhe era herës është përdorur si formë shantazhi nga politika. Edhe kjo nis me ndërmarrë nga të majtët, nuk mori votat e opozitës. Kjo e fundit tha se ligji nuk është i plot, pasi nuk realizohet lustracioni. Profesorisht Nika, ju besoni që ligji i dosjeve do na krijojë distancën e nevojshme higjienike si shoqëri, e kam fjalën, nga fenomeni ligji i dosjeve do ta krijojë nga ky shantazh i vogël i politikës që e bën her pas here. Shiko, njerëzit që janë mësuar të bëjnë shantazh do ta bëjnë gjithmonë. Është apo s'është ligji i dosjeve. Që se janë të hapura nuk do ketë më vonë për shantazh. Por ligji i dosjeve, sepse jemi duke folur vetëm për dosjet e sigurimit, por janë dhe dosjet e proceseve gjyqësore, që janë proceset montuara, dëshmi të marra me dhunë, njerëz që në hetusi kanë thënë që kanë bërë këtë, kur ka dalë para trupi gjykues ka thënë s'është asgjë e vërtet. Domethënë, është ajo që tham pak më përpara, duhet lexuar e tëra, fillim e mbarim. Publiku duhet të lexojë, publiku shqiptar. Shqiptari i thjesht duhet të mësoj të lexojë, ta shikoj vetë me sytë e vet, pa interpretimin e askërkujt. Nuk janë vetëm dosjet e sigurimit, ku është edhe pjesa më delikate apo që na djeg, na prek më shumë. Janë dhe këto të tjera, dhe ajo mbledhja e rëndom, ku ti nuk e marr pjesë. Unë nuk kam qenë antare partie asnjëherë. Unë nuk kam qenë asnjëherë antare partie. Asnjë lloj partie, as përpara dhe as mbas, dhe s'kam ndërmend të jem në një antare partie. Por para 90-s thohesh rëndom. Duhet me u bë antar partie të paktën njëri prej familjes të marrin vesh çfarë thohet për neve në atë mbledhje. Ata nuk ishin të sigurimit, se antarët e partisë nuk ishin të drejtë ishin pjesë e sigurimit të shtetit, sepse rrëfenin dhe rrëfeheshin brenda organizatës. E kupton, ka qenë një mekanizëm të cilin neve nuk duhet ta shuar atë kujtesën tonë kolektive. Nga 41-shi dhe deri në 91-shin duhet ta transmetojmë në universitete, në shkollat mesme, kudo. Detyrë studiuesve kjo, nuk është vetëm e studiuesve, është një çështje publike. Është komunistizimin e Shqipërisë. Duhet atë. Si bën ata denazifikimin e shoqërisë. Dikush e drejtoi në Gjermani Strausi. Strausi personati më i madh i tyre drejtoi procesai. Nuk është aq i thjeshtë. Me 2 institute, me 3 njerëz spanjorë, proces autoritar. Proces autoritar i cili merr përsipër të shëndosë shoqërinë, jo ta fundosë shoqërinë më thellë. Në Gjermani lindori dhe mësues të historisë nuk patën të drejtë më të ishin mësues historie, sepse e kishin gënjur. Kishin gënjur jo me vunet. Po ne këtë standard s'po pranojmë në Shqipëri. Kishin gënjur. Kështu që më të mërshme ta kishin kundër nazizmit. Unë kam lexuar gjithë se ne e morëm seriozisht në fillim. Edhe unë mora që ti i lexonja tëra këto, denazifikimi këtu, ajo e fashizmit këtu, ajo këta e kishte më të lehtë.
Ata kishë shumë radikale. Ku bëhe këtu ajo? Po këtu dërtuar nazistët. Që të përmë të dekomunistizim. Disa tema janë duhet ishin të fillimit viteve 90, nuk janë më, nuk ka kuptim. Ato humbën, disa tema humbën, historia bën dëm edhe më të mëdha. Për më rëndësishme është e ardhmja, është një fenomen shumë pozitiv që edhe me këto arritje të cunguara, edhe nuk po konteston njëri të paktën gjykatën kushtetuese. Pra ligji është solid, ligji nuk e di pse po vonohet në zbatim. Kjo është më e dyshimta. Jo, është në zgjedhjen e autoriteteve, antarëve të autoritetit. Nuk kontestohet në gjykatën kushtetuese, me sa di unë, nuk e di. Pra është një arritje se çdo ligj tjetër shkonte, kontestohej, hidhej poshtë, e kështu me radhë. Në këtë kuptim sjell një moment të ri. Dhe një tull nuk është mur, po është tull. Po, gjithsesi. Disa tulla më saktë. Mund të jetë tull, pra çdo keq e ka të mirë. Domthonë ideja është që duke qenë kaq vite dhe duke pas gjithë tashmë kemi thënë gjitha gjërat për kaluar, nëse shteti ka ndërmend ose institucionet akademike, sidomos ato që kanë mundësi për financim, arrin të bëjnë diçka serioze, siç kanë bërë vendet e tjera, dhe unë po i marr Rumaninë, ka një punë mrekullueshme për kujtimin e të kaluarës. Mund të fillojë një proces që sot në Gjermani vazhdon prej 60 vjetësh, domthonë vazhdon në Gjermaninë perëndimore. Për kujtimin e të kaluarës jo thjesht krimi diktatorit të këqijat, por mentaliteti, jetesa, struktura, diçka dhe çfarë mund të bëjmë. Unë kam bërë një sondazh në 4 gjimnazet e Tiranës dhe unë kam qenë shokuar kur unë kërkoja atyre një disident, ata më përmenden Mehmet Shehu. Pse? Sepse kanë parë më shumë televizor, e vrau se vrau, ku vrau etj. Dhe ky është para ne po krijojmë një brez që po japim informacion gabuar dhe po i diktojmë këndvështrimin mbi të kaluarën, po them. Dhe ky është problem madhor. Ne duhet gjejmë mekanizma për ta ndërtuar një lloj, sepse nuk mund të themi ata ishin qi dhe ne jemi të mirë dhe ata ishin poshtë, nuk funksionon me këtë gjë. Dhe fatkeqësisht edhe për ndjekuj politik nuk arritën të krijojnë një strukturë solide të besueshme dhe të kenë po themi mekanizmin e duhur për ta përcjellë mesazhin tek siç po themi bën izraelitët, po themi në raport me të kaluarën e tyre tek brezat e rinj. Dikush duhet ta bëj. Sot në Shqipëri nuk e bën askush. Kur e them nuk e bën askush, unë vet kam ca projekte dhe i kam bërë në mënyrë individuale, kemi bërë një muzeu e memorjes etj për të rinin online. Por unë shoh që askush nuk ka një platformë për bërë. I kanë në fushatë, duan bëjnë një muze. Ka një grup parash, duan për të rreqë të vendin politika, hajtë hapim një muze ushtarak, hajtë hapim një tunel diku, këtë nuk funksionon me të kaluarën. Ne duhet të tregojmë brezave krejt tjetër, duhet të tregojmë jetën komunizëm, që nga gjërat e vogla, që kur ne themi përgjoj Kadareja, përgjojnë shkrimtarët, përgjoj byroja politike, po pastaj kush e bëri atë sistem, se është si pyetja e vajzës time kur ne nxorëm martirën në shesh. Kush i ka vrarë? Kanë vrarë gjermanët, italianët, rusët, jo, ne e kemi vrarë. Po kush? Enveri i ka vrarë. Kush ishte Enveri? Yni ishte Enveri. Dhe ku janë të Enverit, aty janë, rrezik edhe në shesh ishin atë ditë. Dhe ky është problemi kryesor, dilema e madhe që kemi, dhe nëse ne kemi dy standarde të dy vetvete në trupin ton, ky vend nuk mund hes përpara, sepse nuk mund të vazhdosh të jesh, po themi me një Prandaj është e domosdoshme të studiohet, të lexohet mirë e kaluara, e cila solli gjithë këto fenomene që neve i kemi sot. E kemi të folurën me pragje. Flasim, mendohemi, çfarë do thot, jo, nuk jemi të lirë. Nëse neve deri në 90-ën thonshim kush e bëri luftën e bën armiqt, ishim paksa më të lirë neve. Vajza e Afrimit thot Mehmet Shehu ishte disident. E kupton ti se çfarë ka ndodhur? Do të thonë është një gjë që është e frikshme, ka keq kuptime. Keq kuptimi nga komunikimi i keq është edhe më i keq se sa keq kuptimi nga komunikimi munguar. Të lexojmë se duhem të kaluarën thot profesoresh Nevila Nika. Duhet patjetër. Me këtë frazë mbyll edhe pse me një panoramë jo shumë optimiste me sa re për aplikimin e ligjit të ri të dorësave. Zaret janë hedhur apo jo? Është se jemi. Alea jakta Zoti Krasiqi, faleminderit që ishit me mua, zonja Nika, zoti Ngjela, zoti Çili, faleminderit edhe një herë, një falënderim publik Ismail Kadares për intervistën që i dha Studios Hapur duke përzgjedhur këtë program pikërisht për të bërë rrëfimin e tij. Një falënderim akoma me veçantë sepse gjithmonë më të rralla janë intervistat e tij. Faleminderit zoti Kadare. Ndërkaq që intervistën e tij gjeni të zbardhur në Balkan Web, pas pak minutash do ta keni të zbardhur dhe në faqen tonë të Facebookut Eni Vasili Studio e Hapur, por mesa shikoj është në pothuajse gjitha portalet gazetareske. Faleminderit që ishit me mua. Takimi i ardhshëm me Studion e Hapur është për të martën që vjen. Natën e mirë.